gjatë ditës së sotme? Në fakt ishte takimi I parë në Bruksel, prej kur Sorensen ka marrë postin e të dërguarit të posaçëm për dialog, duke e pasuar në atë post të Miroslav Lajçakun, por Sorensen ka qenë në Kosovë më herët dhe është takuar edhe më herët me zotin Bislimi si dhe me zyrtar tjerë të autoriteteve të Kosovës. Takimi sotëm thuhet se ka qenë I paraparë që të pasohet me një takim trepalësh po sot, por sipas burimeve të Bashkimit Evropian, duket se Petar Petković, shefi delegacionit të Serbisë, ka pasur disa pengesa për të ardhur në Bruksel dhe do të vijë nesër, kështu që sot Sorensen është takuar vetëm me Bislimin, ndërsa nesër do të takohet edhe me Petar Petković. BE-ja përmes zëdhënësit është shprehur se këto janë takime në nivel të krye negociatorëve, por pa dhënë hollësi se çfarë saktësisht synojnë me këto takime. Më vonë gjatë ditës sot, Peter Sorensen është prononcuar përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka thënë se takimi sotëm ka qenë një mundësi për të diskutuar njësër zhvillimesh dhe temash në përgatitje të në takimit trepalësh për të cilin ai shpreson se do të ndodhë së shpejti, pra nesër do të jetë edhe Petković këtu, kështu që nuk ka shumë hollësi nga ky takim. Ajo që tha zoti Bislimi pas takimit është se është diskutuar për disa çështje që janë të rëndësishme për Kosovën, e që Kosova mendon se Serbia nuk po I zbaton dhe nuk po bashkëpunon në zbatimin e tyre. Këto kanë të bëjnë me rritjen e numrit të pikë kalimeve kufitare, pra të ketë më shumë lëvizje të lirë, të kalohet më lehtë, sidomos tash në prag të pushimeve verore. Pastaj interkoneksioni për energji, që sipas zotit Bislimi Serbia nuk po e zbaton në tërësi, si dhe disa tema tjera, pengesa që Serbia po I bën ndihmës që Kosova jep për shqiptarët në luginën e Preshevës e kështu me radhë. Nesër, sipas traditës tashmë, pritet që Serbia të thotë se është Kosova që nuk po tregon gatishmëri për të zbatuar marrëveshjen dhe ata gjithsesi do të nënvizojnë mos zbatimin sipas tyre të pjesës së marrëveshjes që ka të bëjë me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të gjitha këto pra na kthejnë në atë pikën ku kemi mbetur para diku 4-5 muajsh apo edhe më shumë në kohën kur ishte Lajçak, që palët të vinë, takohen, shprehin interesin e tyre, pikpamjet e tyre, ndërsa pas takimeve nuk ndodh asgjë konkrete. Por gjithsesi ajo që thonë në BE është se nuk do të heqin dorë nga fakti se marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve është në fuqi, është obliguese për palët dhe se nga të dyja palët pritet që të kryen të gjitha obligimet që kanë marrë deri tash në procesin e dialogut, nga kjo Bashkimi Evropian nuk do të heqë dorë. Por në anën tjetër, duke pasur parasysh se kemi një situatë të paqartë institucionale në Kosovë me bllokimin e kuvendit, që si pasoj ka dhe mos formimin e qeverisë së re, atëherë është vështirë të pritet që do të ketë ndonjë kthesë në dialog. Por edhe BE-ja duhet të dëshmojë se kur ka të punësuar aq shumë njerëz që merren me dialogun, atëherë së paku duhet të ketë takime. Ndër të tjera në komunikatën e qeverisë, besoj keni parë, u tha që folëm edhe për situatën dhe fushatën dezinformuese që Serbia e ka nisur në shumë fronte me qëllim të dezinformimit të partnerëve ndërkombëtar, por edhe mbajtjes lart të presionit tek qytetarët serb në Kosovë dhe tema tjera të ngjashme. Pra, si duket, jemi në atë fazë, Augustin, ku diskutojmë për një kohë të gjatë, për më shumë përplasje se ndonjë lloj dakordësimi, sa kjo lloj gjuhe që thuhet që ka qenë në pjesë e takimit me Sorensen dhe Bislimit, I largon edhe më tutje palët nga dialogu që ashtu kështu nuk është se ka funksionuar më së miri. Po nuk I largon më shumë se sa që janë larg. Në fakt shumë rrallë ka ndodhur që të ketë takime 3 palëshe, por më shumë ka qenë takime 2 palëshe, dhe secila palë më shumë flet për palën tjetër se sa për veten. Pra japin vërejtje për atë që mendojnë se pala tjetër nuk e ka zbatuar. Duke pasur parasysh se Serbia gjithmonë vazhdimisht pohon se Kosova po bën
represion të paparë ndaj serbëve në Kosovë me qëllim të shpërnguljes së tyre dhe po ua mohon të drejten për një jetë normale. Pastaj të gjitha këto pala kosovare i shreh si një retorik të një propagande të Serbisë, përmes së cilës Serbia në njërin anë bën presion ndaj serbëve në veri të Kosovës, por në anën tjetër mundohet të bindë dhe faktorin ndërkombëtar se është Kosova ajo që po pengon normalizimin e raporteve, por edhe normalizimin e situatës në teren në veri. Situata në veri të Kosovës tash e sa vite është çfarë është, prej kur Serbia detyroi, sepse nuk ishte vetë dëshire serbëve, detyroi serbët që të lëshojnë institucionet e Kosovës. BE-ja i kishte kritikuar ashpër këtë akt, mirë po nuk kishte ndërmarrë asnjë masë ndaj Serbisë. Përderisa kur Kosova para 2 vitesh, tash po mbushen 2 vjet, kishte ndërmarrë aksion për të vendosur të zgjedhurit kryetar të komunave në veri në ndërtesat komunale, atëherë pati trazira dhe Kosova u pa si fajtore e vetme për ato trazira, prandaj sot e kësaj dite përkundër disa heqjeve të masave kemi në fuqi masat. Pra kush është fajtor për situatën, kush bën fushat dhe fushat dezinformuese, është shumë e rëndësishme për palët, sepse në bazë të njohurive që kanë, apo edhe të qëllimeve të veta politikën nga ana e BE-s, atëherë vendosin se ndaj kujt të ketë masa. Për momentin ka masa vetëm ndaj Kosovës dhe nuk ka masa ndaj Serbisë. Mirë, ndër tjera, duke ju përgjigjur një pyetje, zoti Bislimi ju përgjigj, pra, duke ju përgjigjur një pyetje për vakumin institucional, ai tha që nuk është në interes Kosovës, pra të mos diskutohet, sepse mund të përfitonte nëse ka konstruktivitet apo çështje konstruktive nga ana e Serbisë në dialog. Pra ai praktikisht tha që nuk ka arsye pse mos të mbahen takimet përveç atyre të nivelit lartë për shkak të mungesës pra të një qeverie fuqi plot, të me legitimitet plot në Kosovë. Po këtu, zoti Bislimi vërtet e sqaroi se për çfarë është fjala. Takimet e nivelit të lartë janë takimet të nivelit politik, ku merren sipër obligime politike dhe vendime politike, dhe ato mund të mirën vetëm në nivelin më të lartë, ndërsa takimet në nivel të krye negociatorëve, por edhe në nivele më të ulta teknike të grupeve punuese, janë takime për zbatim të marrëveshjeve, për përgatitje e kështu me radhë. Pasi janë një varg marrëveshjesh tashmë të arritura, disa kanë nisur të zbatohen, disa nuk zbatohen në tërësi, por vetëm pjesërisht. Për shembull, marrëveshja për formimin e elektroseverit, pastaj shkëmbimi i energjisë elektrike, marrëveshja për dokumente e kështu me radhë. Të gjitha ato janë shumë të rëndësishme dhe pala kosovare thotë se disa po zbatohen, por jo ashtu siç ishin marrë vesh. Për shembull, në vend që të ketë një numër më të madh të vijave, do të thotë vendkalimet kufitare, të ketë më shumë kolona e jo vetëm 1 apo 2, dhe prandaj njerëzit presin në radhë për një kohë të gjatë. Dhe Serbia këtu nuk po e zbaton sipas Kosovës këtë pjesë të marrëveshjes. Pra, për bisedat të tilla, nuk ka nevojë që të ketë një nivel i lartë politik, i cili do të duhet të merrej vesh, sepse tashmë palët janë marrë vesh. Fjala është për marrëveshje për të cilat çmot janë pajtuar palët dhe tash duhet të zbatohen. Prandaj edhe zoti Bislimi me të drejtë tha se nuk ka nevojë të humbet kohë tash për shkak të vakumit institucional në Kosovë, pamundësisë për të themeluar parlamentin së pari, që të mbetet në pritje Kosova për disa gjëra nga të cilat Kosova do të mund të përfitonte, sikur të kishte gatishmëri nga pala serbe. Pra e bëri të qartë se nuk e ka fjalën për takimet në nivel politik, por më shumë në nivel të krye negociatorëve. Dhe duke parë këtë gjendje pra të dialog